Vazhdojmë të flasim për të njëjtën temë. Nga shtëpia e shëndetit në Gostivar nuk mund të saktosojnë se sa prindër kanë refuzuar vaksinimin, por jo zyrtarisht mësohet se janë afërsisht 10 prindër që kanë deponuar deklarata me shkrim se nuk pranojnë që fëmijët e tyre të vaksinohen. Kur flasim për regionin e Gostivarit, Dafina Ogdanovska, mjeke në njësinë e vaksinimit, thot se përqindja është e konsiderueshme kur flasim në krahasim me regionit e tjera të Maqedonisë. Zërat në opinion kundër vaksinimit të fëmijëve duket se nuk kanë ndikuar aq shumë tek prindërit e regionit të Gostivarit. Nga shtëpia e shëndetit në Gostivar nuk mund të saktësojnë se sa prindër kanë refuzuar vaksinimin, por jo zyrtarisht mësohet se janë afërsisht 10 prindër që kanë deponuar deklaratat me shkrim se nuk pranojnë që fëmijët e tyre të vaksinohen. Kur flasim për regionin e Gostivarit, Dafina Ogdanovska, mjeke në njësinë e vaksinimit, thotë se përqindja është e konsiderueshme kur flasim në krahasim me regionet e tjera të Maqedonisë. Procentot në vakcinat apo opshtinat Gostivarit. Përqindja e vaksinimit është e mirë kur flasim për regionin e Gostivarit, por gjithsesi ndajmë bindjen se çdo herë mund të jetë më mirë. Për atë, mbetet obligimi ynë që kërkojmë fëmijët që ndërkohë kanë ndruar vendbanimin, fëmijët e komunitetit rom ose prindërit që janë të painteresuar dhe që refuzojnë që fëmijët e tyre t'i dërgojnë për vaksinim. Atyre u apelojmë që të mendojnë edhe një herë dhe të kenë fëmijë të vaksinuar. Nga shtëpia e shëndetit në Gostivar mbesi në qëndrim që vaksinimi i fëmijëve vazhdon të mbetet mënyra më e sigurt për mbrojtjen e fëmijëve nga sëmundjet ngjitse. Ogdanovska thotë se vaksinat në Republikën e Maqedonisë janë verifikuar se janë të sigurta dhe nuk ka hapësirë për dyshime. Imunizacijete na prvo mesto ги štitime našите deca od zaraznih zabолувanja. Në rend të parë, imunizimi mbron fëmijët tanë nga sëmundjet ngjitse dhe me këtë rritet popullata e shëndoshë dhe kemi fëmijë të shëndetshëm. Apeloj deri tek prindërit që vaksinimi është mbrojtje për fëmijët tanë dhe derisa nuk i vaksinojmë fëmijët, ato mbesin të pambrojtur. Për skaj dyshimeve në opinion sa i përket vaksinimit të fëmijëve, për prindërit që do të refuzojnë të vaksinojnë fëmijët e tyre, parashikohet edhe ndëshkim ligjor. Sipas ligjit në fuqi, prindërit refuzues do të përballen me gjobë në lartësi prej 500 eurove. Deri tani, nga shtëpia e shëndetit në Gostivar nuk kanë shqiptuar gjoba të tilla, por paralajmërojnë se në të ardhmen ndëshkimet ligjore do të jenë të pashmangshme.